الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يحزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله هو كما يقول في القرآن الكريم فيقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون Falënderimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetet qofshin mbi të dërguarin e Tij, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij të nderuar, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi të gjitha ata besimtarë që ndoqën dhe ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e fundit. Falënderimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu që na mundsoi të bëhemi, të mblidhemi, të përgjigjemi thirrjes së Tij në këtë ditë të bekuar, në këtë orë të shënuar dhe në këtë vend me kaq shumë vlerë siç është shtëpia e Tij, me qëllimin dhe niyetin e vetëm për t'ju nënshtruar, për të madhëruar dhe për t'ju përulur Atij dhe asgjë tjetër. Prandaj lut Allahun Xhelle Xhelaluhu që të na pranojë të gjitha adhurimet e kësaj dite dhe bashkë me dëshmitë e kësaj dite na pranojë në xhenetet e larta të Tij. Të nderuar besimtare e besimtar, një tër që të bëhet fjalë që të jetë e shëndetshme, e plotë dhe pa mangësi, duhet që të shohim se pjesëzat nga të cilat bëhet edhe një e tëra duhet të jenë po ashtu të shëndetshme. Sepse nuk mund të bëhet fjalë për një të tërë të shëndetshme nëse ajo ka mangësi. Ndërsa pjesëzat që e përbëjnë atë kanë mangësi dhe janë të dobta dhe kanë atë formën dhe mënyrën e papërshtatshme për të bërë dhe për të marrë rolin e të formuar së një të tërë të shëndetshme. Po ashtu, edhe një shoqëri, nëse dëshirojmë të bëjmë fjalë dhe duam që të shohim një shoqëri të tërë, të plotë, të shëndetshme, pa probleme, shqetësime dhe pa asnjë lloj anë negative, duhet të shohim se sa të shëndetshme janë pjesësat dhe copëzat nga e cila bëhet kjo shoqëri. Për këtë arsye, vetëm një individ me qëllim të qartë, shpirt të pastër, vepër mirë dhe me karakter të fortë, mund të sjellë vetvetiu një familje të shëndosh. Dhe kjo vetvetiu sjell pikërisht atë shoqërinë e shëndosh për të cilën gjithsecili nga ne ka dëshirë që ta shohë. E nëse ne nuk do të shohim një individ të plotësuar, një individ që është I aftësuar dhe me karakter dhe me të gjitha aftësitë dhe veçoritë e tij të plotësuara, kurse si nuk mund të bëhet fjalë për një familje të shëndetshme. Dhe kësaj nuk mund të bëhet fjalë për një shoqëri pa probleme, pa shqetësime, pa zigzake të ndryshme të cilat sjellin më pas edhe pasojat e rënda, të cilat herë bëhen edhe të pashërueshme dhe që dëmtojnë fort përsëri zinxhir nga e para deri në fund. Të nderuar vëllezër, padyshim se është pikërisht kjo mënyra dhe metoda, forma në të cilën
gjithë se cili nga ne duke filluar nga individi deri tek institucionet përkatëse, duhet të shohin mënyrën se si duhet të trajtohet dhe si duhet të shërohet dhe të mjekohet, të rritet dhe të formohet ky zinxhiri një pas njëshëm për të arritur në qëllimin e epërm, atë që faktikisht Islami e ka vendosur në epiqendrën e vëmendjes së tij, një shoqëri e shëndosh. Një shoqëri e shëndosh mbi të cilën mund të vendoset edhe Islami shëndosh. Një shoqëri e shëndosh mbi të cilat mund të ndërtohet ndërtesa e parimeve të Islamit dhe besimit të plot. Në të kundërt, një shoqëri e cila nga momenti në moment mund të rënohet, ka probleme në thelbin dhe në formimin e saj, ka probleme me individin, ka probleme me familjen, ka probleme me esencën e saj, kurse si nuk mund të bëhet fjalë që të ndërtohet mbi të një ndërtesë e bukur siç është Islami. Për këtë arsye, vetë historia e Islamit e ka treguar qartë se si duhet vepruar në këtë gjë. Nga një herë neve na gënjehet mendja se punët të mëdha dhe punët madhore, ato të madhështoret, bëhen me fuqi, me pasuri, me pushtet, me gjëra të mëdha dhe pa patur këto nuk mund të arrihet kjo. Por se Islami ka treguar se faktikisht punët e vogla fillohen ndoshta edhe nga njerëz të vegjël dhe vepra të vogla, veprime të vogla të cilat fillojnë që të bëhen si icebergu, që ndoshta nuk duken sipër, por që kanë një madhësi të madhe poshtë të padukshme. Ndoshta me veprime të vogla, por që janë ai pikërisht ajo ndezja, ajo flaka e parë e cila i vë flakën, i jep atë dëshirën e brendshme njeriut për të bërë dhe për të arritur punë të mëdha. Sahabët e nderuar, profeti alayhi salatu wasalam nuk është se pati ndonjë mundësi të madhe financiare, pushteti apo ndonjë gjëje tjetër kur filloi dhe të vendosi atë flakën e parë të Islamit në zemrat e njerëzve. Po ashtu dhe sahabët e nderuar, nuk është se ishin njerëz se kishin ndonjë pushtet të madh në dorë dhe se pikërisht ky pushtet ishte ai që i bënte ata komod për të vepruar dhe për të përquar Islamin më tej, por me ato rrezet e vogla, me ato hapat e vegjël për të sigurt përpara erdhi dhe Islami është aty ku është sot. Të nderuar vëllezër, padyshim për të arritur këtë gjë, siç e thash më sipër, ka nevojë për njerëz me karakter të fortë, me besim të plot dhe njerëz të cilët janë të vetëdijshëm dhe autokritik ndaj vetes dhe të vetë kontrolluar. Ka nevojë për njerëz të cilët janë me karakter dhe besim të plot. Ka nevojë për njerëz të cilët e kanë shfrytzuar dëshirën e madhe për të marrë nga Islami të gjitha veçoritë dhe këto për të përjetësuar në jetën e tyre. E pikërisht atë që përmendëm në fillim të hutbes. Një individ i shëndosh sjell një familje të shëndosh dhe po ashtu sjell një shoqëri të shëndosh. E pikërisht ky është, individi është ai personi për të cilin Islami është munduar kaq shumë që ta kurojë. Pikërisht për këtë kemi nevojë edhe ne sot, për një karakter, për një individ të shëndosh. Për një individ që ka ditur të ngjizë, të bashkërendojë mirë, jo vetëm besimin e tij, por edhe karakterin, moralin, punën, angazhimin dhe kërkimin e riskut në këtë botë të përkohshme. E pikërisht kjo pra sjell atë që ne e quajmë individ të shëndosh. Të nderuar vëllezër, padyshim unë e përmenda më sipër se historia e Islamit e ka treguar qartë mënyrën se si mund të bëhet kjo gjë. Nuk është nevojë që të kërkojmë përsëri sot teori apo forma, mënyra të ndryshme se si mund të ndodhë kjo. Mjafton që të shohim historinë e Islamit, mënyrën se si ishte rrugtimi i tij që në fillesat e para dhe do të shohim se çfarë kemi mangut sot, duke filluar nga vetja jon edhe më gjatë. Unë sot do të sjell në vëmendjen tonë së bashku vetëm shembullin e njërit prej sahabeve të nderuar. Dhe mbi të unë do të ngrej pikërisht do të përfundoj edhe hutben time dhe do të mundohemi që të sjellim një farë dritë dhe ndriçimi për tematikën që unë po mundohem që të shpjegoj. Amr ibn Asi radhiyallahu anhu, ndoshta një pjesë e mirë e juaj e ka dëgjuar emrin e tij. Ishte prej sahabeve të nderuar që ka patur zigzaget e veta në jetën e tij.
ka përballë profetit alayhis salatu wassalam, ka përbri tij. Ka në dëm të Islamit dhe ka në të mirë të Islamit. Dhe të gjitha këto ishin pikërisht zigzake të cilat i përjetoi, këto zigzake të cilat Amr ibn Asi radiallahu anhu bëri që të ishte prej atyre njerëzve që akoma sa të kësaj dite vazhdon që të ndriçojë jetën tona, një shembull perfekt i jetës së tij. Tregon një ditë, teksa kishte kaluar gjithë jetën e tij me zigzake, vjen dhe është në tashmë në krevatin e vdekjes, tashmë nga momenti në moment për të vdekjen. I afrohet djali i tij dhe i thot: "O baba, teksa të tjerët prisnin vdekjen në shtratin e vdekjes dhe mërziteshin, dëshpëroheshin, u ikte ajo çerja, ti i kritikoje ato që të mos bënin në këtë gjë, por sot po shoh që të njëjtën gjë po bën ti. Çfarë po të ndodh ty dhe pse ndodh kjo gjë?" Amr ibn Asi i dëshpëruar kthehet nga ana tjetër për të mos e shprehur dëshpërimin tek djali i tij dhe shprehet, kthehet dhe thot: "Ah, birim, unë kam qenë për atyre njerëzve teksa Islami po zbriste me të gjithë mëshirën e tij tek profeti alayhis salatu wassalam, isha për atyre njerëzve që i kundërshtova me zellin më të madh që kjo gjë të mos heste përpara. Si të kundërshtoja dhe të mos e lejoja dhe ta pengoja profetin alayhis salatu wassalam që t'ia shpjegonte Islamin njerëzve. Dhe kjo zellshmëri e imja vazhdoi aq shumë sa që edhe kur sahabet udhtuan për në Abisini për të gjetur strehim tek një krishter, unë shkova dhe derdha të gjithë elokuencën time, letërsinë time, mënyrën e të shprehur që të ai të mos i pranonte, dhe deri atje unë arrita që të shkoj mbrapa besimtarëve muslimanëve, si të bëj keq, dhe kur ata të mos gjejnë gatishmërinë, kur ata të mos gjejnë mënyrën dhe strehimin për të vazhduar Islamin. Kjo nuk mjaftoi, thot, por tashmë Islami po vinte me gjithë mëshirën e tij dhe tashmë ishte e qartë si drita e diellit se e drejta ishte te Islami. U dëshpërova, u mërzita shumë dhe tashmë vendosa që të shkoj tek profeti alayhis salatu wassalam në Medinë. Dhe tashmë ja nisa rrugës nga Mekka në Medinë dhe teksa po ecja shoh edhe Halid bin Velidin radiallahu anhu. Akoma nuk ishte bërë musliman edhe ai. Pam njëri tjetrin, pam që kishim shqetësime dhe ishim të mërzitur, por nuk ju hapëm dhe nuk ja shpjeguam shqetësimin njëri tjetrit, kur në një moment e kishim të pamundur tashmë ta mbanim dhe ju ja shpjeguam shqetësimin njëri tjetrit dhe pam që kishim po të njëjtin shqetësim të dy. U nisëm rrugës të dy dhe shkuam, rritëm në Medinë dhe të dëshpëruar, të mërzitur se profeti alayhis salatu wassalam do të na pranojë apo jo, do të na falë apo jo për të gjitha të këqijat që kishim bërë. Nga një anë Amr ibn Asi, nga ana tjetër Halid bin Velidi, i cili ishte ai kryesori që ishte ndoshta çelësi i disfatës së luftës së Uhudit, që kishin rënë shehid, në të cilin kishin rënë shehid me 10 shok të profetit alayhis salatu wassalam, në mesin e tyre edhe njeriu më i dashur i tij Xhaxhai, Hamza radiallahu anhu. Shkuam tek profeti alayhis salatu wassalam, thot, i gëzuar dhe i lumturuar, i buzëqeshur na priti, na shtrëngoi dorën dhe teksa po i shtrëngoja dorën, po shiheshe buzëqeshja atij dhe dëshira se si na priste. Unë thot, duke i shtrënguar dorën, duke ndjehur ngrohtësinë e tij, diçka dëshiroja t'i thoja, dhe profeti alayhis salatu wassalam e ndjehu këtë gjë dhe më tha: "O Amr, çfarë ke dëshirë të thuash?" I thash: "O i dërguar i Zotit, vallë, a do të kesh mundësinë dhe a do të na pranosh, do të na falësh neve?" Pikërisht forma që ai të ishte ndërmjetësues ditën e gjykimit dhe të na pranonte si musliman, na pranonte neve si të dëshpëruar, ata të cilët kishin bërë tobe dhe ishin larguar nga e keqja më përparshme dhe ishin bërë musliman. Shikoni vëllezër, njeriu ka sfida, ka sprova, ka zigzake të ndryshme të jetës. Nuk është të thënë që e keqja të vazhdojë deri në pafundësi dhe e mira të vazhdojë deri në pafundësi. Kush prej nesh mendon se të mirën që e ka do t'i vazhdojë deri në pafundësi dhe atë e ka si një dhunti që nuk mund të iki, gabon. Dhe kush prej nesh pretendon që e keqja që mund të jetë në jetën tonë nuk do t'iki kur prej saj dhe nëse një njollë që është e pa shlyer dhe e pa lar,
do të gaboj. E mira ka nevojë që të mbahet e shëndetshme dhe të ushqehet vazhdimisht për të qëndruar e mirë tek ne, dhe e keqja po ashtu ka nevojë që të lahet vazhdimisht që ajo të ikë. Që të dyja janë të mundshme. E pikërisht, thot profeti alayhi salatu selam na pranoi me dashamirësinë më të madhe, jetua me profetin alayhi salatu selam, çdo fjalë e tij për ne ishte urdhër, çdo shqetësim që kishim një derë ku trokisnim, çdo çështje ndoshta që mund të ishte e vështirë për të shpjeguar, për të kuptuar, për të zgjidhur, kishim një derë ku shkonim dhe zgjidhnim dhe merrnim përgjigjet e nevojshme për çdo gjë. Aq derisa profeti alayhi salatu wasalam u largua prej nesh. Derisa ishte në mesin tonë ne ishim të sigurt, jetuam një jetë si engjëll, vetëm në punët e mira dhe kishim një mësues mbi kokë që nuk na lejonte që të vepronim punë të gabuara. Zigzaket tona në jetën tonë vazhduan. Ndoshta hym edhe në punë të cilat nuk ishin të pëlqyera nga Islami. Dhe nuk e di, a kemi bërë punë të gabuara në atë periudhë apo jo? A kemi bërë punë të mira apo të gabuara në atë periudhë, nuk e dim. Dhe unë sot ndjej dëshpërimin, mërzinë se vallë pasi iku profeti alayhi salatu wasalam nga ne, a kemi bërë punë dhe vepra siç duhej apo jo? Valla kemi jetuar Islamin siç duhej apo jo? Kjo mua më dëshpëron, thot. Dhe kthehet nga ana tjetër përsëri fillon që të derdh lotët e tij. Dhe kthehet më pas nga i biri i tij. Këto ishin fjalët e fundit. Ky ishte mërzia dhe dëshpërimi i tij i fundit se si është marrëdhënia e tij me Allahun xhalla xhelaluhu, se si ka qenë marrëdhënia e tij me profetin alayhi salatu wasalam, se si ka qenë marrëdhënia e tij me punën dhe veprën e pëlqyer nga Allahu xhalla xhelaluhu, dhe më pas djali thot aty për aty ndroi jetë dhe ai shtektoi për në botën e përtetme. Të nderuar vëllezër dhe motra, kjo është mënyra faktikisht e vetë kontrollit, mënyra se si ne duhet të kritikojmë, duhet të shohim çdo ditë vetët tona, atë individin që unë përmenda më sipër. Të mos presim nga gjëra madhore, gjëra të mëdha se si duhet rregullohet. Jo po s'bëhet kjo punë. Të shohim një herë gjën më të thjeshtë veten tonë. Vallë si e kemi në marrëdhënien me Allahun xhalla xhelaluhu. Si e kemi në marrëdhënien me profetin alayhi salatu wassalam. Si e kemi në marrëdhënien me punën dhe veprat e mira dhe sa janë zigzake të cilat vazhdojnë të jenë jetët tona të përditshme. Pikërisht këto lloj pyetjesh kaq të thjeshta, besoj nëse do të gjejmë një përgjigje pozitive, atëherë do të bëhet fjalë dhe do të mund të mendojmë se kemi një individ të shëndetshëm. Në të kundërt, atëherë më kot të flasim për gjëra madhore, po pse Shqipëria ka 25% të martesave shkojnë në divorc, po pse njerëzit po shtektojnë po ikin, po pse njerëzit po bëhen kaq mashtrues, kaq gënjeshtare, kaq gjëra, pse imoraliteti po shfaqet kaq shumë në ekranet televizive etj. Gjëra të cilët jo vetëm se nuk na bëjnë ndonjë gjë pozitiv, por vetëm na dëmtojnë dhe na demoralizojnë. Atëherë le të shohim dhe të kthejmë syt tek gjëja më e afërt, tek vetja jonë. Le t'i bëjmë këto pyetje vetes sonë dhe të shohim se si do të ndryshojnë gjërat në vazhdim. Se si kaq me dhjetra, qindra dhe mijëra besimtarë të cilët çdo ditë vënë kokën në sejdë dhe i drejtohen Allahu xhalla xhelaluhu, nëse do t'i jepnin përgjigje pozitive pyetjeve që tham më sipër, do të bëhej, do të rregullohej një pjesë e mirë e qelizës së shoqërisë dhe kësaj rrjedhimisht patjetër që do të ndryshonin edhe gjëra të tjera. Sa na pëlqejnë neve që të dalin individ, njerëz të cilët janë të dalluar në mësime, por që janë edhe besimtarë të mirë. Sa na gëzojnë dhe na lumturojnë neve individ shembuj në shoqëri të cilët jo vetëm se janë besimtarë të mirë, që i shohim teksa falen brimene me të gjitha të modestinë dhe thjeshtësinë e tyre, por nga ana tjetër janë njerëz të cilët kanë lënë një shenjë dhe kanë lënë një mesazh, kanë lënë një punë të mirë në shoqëri. Këto gjithë secilit nga ne në lumturojnë, na gëzojnë. E pra, besoj këto shembuj tashmë për shoqërinë tonë të vogël, për Shqipërinë tonë të vogël, nuk duhet të jenë sporadik, por duhet të jenë të shpeshtë. Ai sa duhet të vinë si një lloj normaliteti që patjetër mund të ndodhë kjo gjë. Gjithsecili nga ne kemi fëmijë, jemi prindër, jemi gjyshër,
kemi prej atyre të cilët janë në kujdesin tonë, pse të mos i orientojmë ka besimit të mirë dhe ka suksesi të jesh një suksesën në këtë botë. E pra këto janë, të shërojmë individin dhe në këtë mënyrë të shërohet e gjithë shoqëria dhe ne të jetojmë si muslimanë, si besimtarë të mirë. Kjo është ajo çfarë i mbetet detyrë gjithë secilit nga ne në këtë vend. Kjo është ajo çfarë duhet bërë dhe larg atyre kritikave, fjalëve boshe nuk na sjellin asgjë. Jo po ky vend nuk bëhet. Jo po kjo gjë nuk arrihet. Jo po kjo gjë nuk mund të arrihet, nuk mund të bëhet etj. Këto janë fjalë boshe, dëshpëruese, të cilat nuk kanë absolutisht vendin më të vogël në shoqërinë e një individi besimtar. Elusë Allahu xhelle xhelaluhu që të na bëjë për besimtarë dhe vetëdijshëm dhe të kontrolluar, të cilët gjithmonë kërkojnë të mirën dhe pëlqimin e Allahu xhelle xhelaluhu. Elusë Allahu xhelle xhelaluhu që të na bëjë për besimtarëve që gjithmonë kanë kujdes, marrëdhënien dhe raportin që duhet të kenë dhe kanë me Allahun xhelle xhelaluhu dhe profetin alayhis salatu wassalam. Elusë Allahun xhelle xhelaluhu që të na bëjë për besimtarëve të devotshëm vepër mirë dhe me moral të lartë e marrëdhënie të mira me gjithë secilin prej nesh. Elusë Allahun xhelle xhelaluhu që ashtu siç jemi bashkuar sot këtu, na bashkoj në xhenetet e larta ditën e gjykimit. Ala in ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا نبي المعتبر تعظيما للنبي وتكريما لفخامة الشان شرف صفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد وبارك على محمد اللهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.